Një ora intervistës ka sjellë të herë një personazh ndryshe, një avokat I cili gjendet në arrest shtëpia. Avokati Hysni Beti nga shtëpia e tij, në intervistën ekskluzive dhënë gazetarit Alfred Peza, ka rrëfyer momentet e arrestimit të tij dhe të vërtetën për akuzat që rëndojnë mbi to. Në emisionin Ora intervistës, avokati Hysni Beti ka folur për momentet e fundit para se të përfundonte në burg, si dhe për marrëdhëniet e tij me klientin që e denoncoi në polici. Ka ardhur në zyrë, kemi biseduar, më ka dorëzuar shumën për 200.000 lekë të reja, si rezultat I bashkëbisedime dhe marrëveshjes që kishim pasur që nga data 25 me shoqen e tij, pasi ka marrë shumën për 200.000 lekësh, I kam lëshuar dokumentin e motivuar, si në çdo ditë apo veprim tjetër të natyrës punës, për shumën e parave që mora prej tij dhe për detyrimin tim për realizimin e mbrojtjes penale deri në përfundimin e çështjes. Dhe pa kaluar as 30 sekonda, në zyrën time janë gjendur 5 punonjës oficerët policisë gjyqësore të drejtorisë policisë Tiranës. Sipas avokatit Beti, janë disa momente që lejojnë atij të dyshojë se ndaj tij është ngritur një kurt, siç është edhe fakti që media ka marrë njoftimin se ai është arrestuar disa orë para se arrestimi të ndodhë vërtet. Në emisionin Ora intervistës, avokati Beti ka theksuar se paratë që janë gjetur nga policia janë në fakt pagesa për punën e bërë dhe është absurde të mendosh që me aq para mund të blesh një gjyqtar. Gjyqtar I masës sigurimit ka qenë zonja Majlinda Doga. Pra, logjikisht, bie që ndaj sipas rrjedhimit logjik gjëra, unë këto para do t'i merja për t'ia dhënë këtyre tre personave. Që është në konceptin juridik apo në praktikën juridike të punës, mendoj që është një absurditet. Pse? Nuk mund të korruptosh një gjyqtar, jo me 2 milion lekë vjetra, por dhe me 25.000 euro. Në emisionin Ora intervistës, avokati I cili gjendet në arrest shtëpie ka folur edhe për problemet në sistemin e drejtësisë, duke u ndalur veçanërisht tek shkelja e parimit të barazisë së qytetarëve para ligjit. Një qytetar kapet me 1 gram lëndë narkotike, duke qenë përdorues, duke qenë se ka marrë mjekim, pra qendrave institucioneve mjekësore të posaçme, dënohet me 5 vjet burg, po një qytetar tjetër që kapet me 2 kg gjys lëndë narkotike, duke mos qenë përdorues, duke u kapur edhe porcione droge me vete, lëndë narkotike, ky person gjykata vendos pezullimin e vujtjes dënimit. Që pas dhe një rast sot, për cilën prokuroria dhe policia, për lirimin e një qytetari kapur me prova, ka bërë një protestë shumë fort. Inspektor në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, do I thosha gjyqtarit X, zotëri, ke bërë shumë mirë që ke dënuar këtë person me 1 gram. Njëkohësisht do I thosha ke bërë shumë mirë që ke dënuar me kusht këtë person që është kapur me 2 kg. Të lutem. Nuk mund të them që ke marrë apo s'ke marrë para. Duhet di çfarë standardi të dhënies së drejtësisë ke përdorur në dhënien e këtyre dy vendimeve. Në intervistën për gazetarin Alfred Peza, avokati Beti është ndalur edhe tek problemet që shoqërojnë punën e avokatëve, veçanërisht tek inflacioni I numrit të madh të tyre. Kemi mira dhe mira avokat, mira dhe mira ose qindra të paktën noter. Që është gjithë ky inflacion dhe si ndikon ky në atë që thamë në sistemin e drejtësisë? Unë nuk jam partizan I mendimit për kufizimin e licencave, por jam partizan I verifikimit të licencave. Në vazhdimsi do marrojnë student, do kryen stazhin e avokatisë dhe do testohen për të marrë licencën. Kjo është një fenomen I njohur. Por, mendimi im është që brenda radhëve të avokatisë ka një numër të madh personash që nuk kanë njohuritë më minimale të jurisprudencës, por që kryen rolin e sekserit. Po ti marrësh në testim me 100 pikë, jam I bindur që nuk kanë për të marrë 10 pikë. Avokati që u arrestua si njeriu që kërkon të blinte gjyqtarët dhe prokurorët për të ndihmuar klientin e tij. Në emisionin Ora intervistës ka rrëfyer ngjarje të cilat e çuan ato para trupit gjykues, duke vërejtur ndërkaq në një këndvështrim më të gjerë edhe problemet që sistemi I drejtësisë ka sot.